kish letër. Dori! Edi ka dalë në pension. O, zoti ma, ti ke pirë, Jo, qoftë se s'ke pirë ka zënë vata. Po ku del Edi në pension, ma jenë Terezia apo jo? Po nuk po del Berisha që ja ka kalur gjyshit ti, mosh do dali Edi Rama në pension? Ore ka dalë pension jo Edi Rama. Edi që kemi në tak fak, po të them. Aha, Edi që kemi në tak fak, po? 60 vjeç, Po. Mashallah, Po. edhe 100 edo, punoj në përburgjet e Shqipërisë. Bukur. Por Deri do këtu ti që ku shkoj të tërhiqte ato para Po, që i kanë zjerë me djesën e ballit i gjori, po? këta i kishin prerë sigurimet shoqërore. Ja, kujt ishte ajo gërshëre? Kujt ishte ajo gërshëre? Nuk e di, vlla, se kush se qysh se tek, po e dëgjojmë vetë nga Edi. Edo? I lidhur në tek burgu i vjetër. Takfa ka udhëtuar në qytetin e Rogozhinës, pranë meje është zoti Edison Toska, punonjës i sistemit të burgjeve. Ati prej 14 muajsh nuk janë nderdhur sigurimet shoqërore. Por çfarë ka ndodhur, në sqaron ai. Kur shteti nuk funksionon, ne jemi detyruar të përplasemi ke emisionet investigative dhe për këtë edhe njëherë tjetër ju falenderoj. Sa vite keni punonjës burgu? Unë kam shërbyer në 4 burgje dhe në 4 burgje vitet e mia bëjnë 17 vjet, plus 5 që kam punuar në policinë e shtetit, 22. Në total domethënë janë 22 vjet. Në këtë burg që cilin ne ndodhemi, unë kam hapur nga sektori ushtarak, nga sektori policor. Kam qenë punonjës i parë i policisë burgut që e kam hapur këtë burg. Ky burg këtu ne kemi netur afro 15 muaj që është restauruar, që është përshtatur si burg. Sepse burgu këtu gjatë kësaj kohe, ne përveç se e morëm objektin dorëzim nga rezervat e shtetit, ne edhe siguronim burgun dhe burgu këtu përshtat. Dhe në shkurt të 2002-shit, tu ka filluar aktiviteti me administrat tamam, edhe me dënuar e me gjithçka në rregull. Po. Ndërkohë, në burgun e institucionit të ekzekutimeve penale Rogozhinsa, kishit? 4 vjet. 4 vjet. Po, të plota. Do më thënë nga 5 dhjetori vitit 2000 deri në mars të 2004. Pastaj jam transferuar në JVP Peqin. Pra, rezultojnë që ato 14 muaj që këtu nuk ka pasur të burgosur, ka pasur dhe shumë pak staf, Po. rezultojnë që të mungojnë sigurimet shoqërore. Kjo periudhë mua nuk më siguron në llogarinë time të sigurime shoqërore në Fier. Pjesa tjetër nga shkurti 2002 deri në 2004, kur unë jam larguar që këtej, figuron këta janë okay. Ndërsa pjesa tjetër nuk figuron. Se ku është, nuk e di. Duhet të theksoj sepse gjatë kësaj periudhe, nga dhjetori i 2000 deri në shkurt 2002, neve kemi marrë rrogën nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ose më saktë nga financa e Drejtorisë Përgjithshme e Burgjeve, për këtë periudhë 2000-2002. Në atë kohë ishim bordorot. Edhe ne firmosim bordorot. Kur na vinte rroga këtu, firmosim një herë muaj, siç ishte rregulli. Pra, rrogën ju ja u sillte një punonjës. Punonjësi jonë. Dhe shefe financës, në këtë akuzoj direkt, shefe financës Drejtorisë Përgjithshme e Burgjeve në atë kohë ka qenë Gjinovefa Çela. Kur kuptuat që këto 14 muaj, pra nga dhjetori i vitit 2000 deri në janar të 2002-shit, të mungojnë këto siguracione shëndetësore, shoqërore? Shumë drejt. Atëherë nga 1 janar i këtij viti, unë kam dalë në pension suplementar ose pension parakoshëm. Se më para nuk do ta kuptoja, nga do ta kuptoja. Dola në pension suplementar që u grumbulluan kontributet nga kam punuar, nga s'kam punuar, edhe doli mangësia. Që këtu fillon problemi. Atëherë, çfarë bëre ti në këtë rast? A erdhe këtu, çfarë të thanë ky institucion? Unë kam ardhur këtu, edhe kompetencat i kishte marrë shefja financës së këtij burgu. Ajo nuk ishte informacion fare një që burgu është hapur në vitin 2000. Kur i thashëm pastaj, moj zonjë, shiko këto dokumenta që kam këtu, që vërtetojnë që unë kam qenë në
në 5 dhjetor të vitit 2000 këtu, atëre ajo bind. Pasi pa librezën, merren telefon drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, edhe zonja në fjalë e drejtorisë përgjithshme të burgjeve mbajti shënim emrin edhe i thotë që zotëria, domethënë unë, ti drejtohet Arkives Qendrore të Sigurimit Shoqëror në Lundër. Edhe Lundra më kthen përgjigje zyrtare. Ta shohim pak. Po patjetër. Për subjektin Institucion Riedukimi Rogozhin thuhet në këtë kthim përgjigje për periudhën dhjetor 2000 janar 2002 nuk disponojmë asnjë dokumentacion për këtë periudhë. Listë pagesat tona thot për këtë subjekt fillojnë në maj të 2005. Pyetja ime është kjo: dhjetor 2000 janar 2002 kush i disponon këto? Unë mendoj drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Atje janë dokumentacioni im. Nuk di tjetër ku t'i kërkoj, sepse unë nuk kam shërbyer në Korridallon në Greqi dhe është e pamundur marrja informacione. Unë kam shërbyer shtetit shqiptar me devotshmëri, me përkushtim. Kësaj përgjigje që ju morët, ku shkuat? A shkuat sërish në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Fier dhe çfarë ju thanët? Po, kam shkuar madje jo një herë, po kam shkuar disa herë, kam marrë kontakte me zonjën që merret me neve me ushtarakët, edhe më thonë që i kemi bërë kërkesë zyrtare Burgut të Fierit, që t'ja përcjelli drejtorisë përgjithshme burgja apo edhe këtyre. Se çka ka bërë Burgu i Fierit, unë nuk di gjë. Arsyeja sepse më thoni Burgu të Fierit është sepse është institucioni i fundit ku ju keni shërbyer përpara se ju të dilnit në pension? Po, Burgu i Fierit është institucioni i fundit që kam punuar për një pashkëputje për një periudhë prej rreth 8 vjetësh. Edhe nga ande pastaj unë jam trajtuar me pagesë kalimtare dhe nga janari këtij viti unë kam dalë në pension të parakohshëm. Pra si rregull i takon Burgut të Fierit për të ndjekur të gjithë të zinxhir të plotësimit të dokumentacionit që të vendose këtë dosja ime në ISSH Fier. Po tashi në rrogën e kemi marrë. S'ka pasur staf, po ka pasur staf në drejtori përgjithshme. Ato ta gjejnë atje. Ku duan le të gjejnë ata? Unë nuk i ndam derisa të des.